Zonja dhe zotrimi mbroma, ja ku takojemi si çdo thënë me ju dhe me Alessia Bami. Mirëmbroma Nush dhe mirëmbroma gjithëve. Në fakt, vetëm procesi sportiv nuk influencohet nga temperaturat e larta. Ju jeni në plazh dhe jemi këtu për t'ju dhuruar emocionet më të fundit të futbollit dhe jo vetëm. Apo jo? Në fakt e thënë nga ty që zbriti nga jati para 2 orësh, kjo ka shumë sens. Ka shumë sens. Gzim sinemati, mirëmbroma. Të botërori klubeve që po bëhet tani, është janë temperatura shumë të larta dhe gjithë po ankohen. Po. E më tha njëri domethënë, ju ke Manushi dhe ata atje vazhdoni, tha. Mira tjeta që kanë marrë shumë, po ke Manushi, pagueni, janë të dyja rrot më rroti, thash. Po mirë, pagueni, ke pagueni ke Manushi. Lorenzi Emini, mirëmbroma. Ama Lorenzi, influencoj këty temperaturat? A jemi këtu për të shërbyer njerëzve? A do i tregojmë atyre çka ka për kombëtaren, çka ka për botrorin, çka ka formulën për plas 2? Si influencojmë fare Manush, dhe jemi dhe të premtet e pasoja dhe të ante... Kështu që jemi këtu besnik. Do jemi deri në fund korrikut. Do kemi edhe ne ditët tona të plazhit, por jemi këtu. Tjetër kë kemi nga miqtë tu këtu? Kosta, mirëmbroma Kosta. Një lumtur që do jesh deri në fund korrikut. Kosta i sjell turistët, i lidh ke dera topit, futet 2 orë dhe ikën prapë. Është e vërtetë që ishe atje duke na parë transmetimin digjital të ndeshjes me Letonin? Një plak franceze më kërkoi dorën tënde. Ua? Një plak. Edhe një plak, një zonjë. Po si të tha? Ishte e ndeshje Shqipëri-Lituania dhe ishin Glenti, Manushi, Lorenzo aty. Në top digital që është ajo. Digital që është e emisioni që bën ju. Dhe u sa i bukur tha që nga ky tha, si thashëm që janë miqtë e minje kështu. Sa i bukur që nga ky tha, unë jam tha, më ka vdek burri, tha ma rregulla burri. Edhe ja plek tha se jam e pasur. I thash një do e marrë në Shqipëri, është i martuar, nuk e fat, i thash. Po për Alesin, u intereson njëri nga ta? Alesin pyesin çuna, tash I lej Alesin, se është punë tjetër, e kisha me ty. Je bërë dhe ti kërkuar. Kemi tjerë të ftuar special? Kemi, po. Ore, është komplet e ftuar. Ore, se unë jam plazh akoma. Sara Gjoga, mirëmbroma, mirë se vjen. Skafaj Alessia, se ne kemi mendjen akoma në plazh jemi të vetmet që nëse fundjava zgjat deri të hënën për gjithë, ne të hënën na ke në orar në punë. Po pse jeni vesh të dyja si në shpendim ju, si nga to nëpër spital? Si spital. Nuk e di, po më duket se unë dhe Alessia kemi shumë përputhje shihesh, se jemi gjatë gjithë kohës bëjmë xing me ngjyrat. Cila ngjyrat dhe me jetën. Sa që dhe gëzimi çfarë më pyeti tha, mos flisni me njëra tjetrën, tha ose dikush kopjon, po është komplet rastësi. Ditë e rëndësishme futbolli, me gjak ftohësi, ka kaluar 10 ditë tashmë, truri funksionon tamam, do flitet për kombëtaren, me kë? Andi Lilën! Për kombëtaren gjithmonë në lidhje kemi dhe Rudi Vatën, nuk e di e kemi që tanin... Rudi, mirëmbroma! Mirëmbroma Vata? Mirëmbroma Manush. Ja, super, kemi dhe Rudi Vatën në lidhje për këto temat e kombëtares. Vazhdo me prezentime, doktori e ekipit ton kombëtar, Ilvi, I cili nuk mungon asnjëherë për gjëra delikate, si janë çunat? Mirë, çunat janë... Qa ka vile do nxjerrin sot në ekran? Jo, s'kemi asnjë dëmtim shqyr, edhe në fakt tani që është edhe periudha ku lojtarët lëvizin, mendoj që janë gjithë në formën e dur dhe të arrin ato objektivat e tyre për të transferuar tek gjithë ato ekipet që kërkohen apo që le të themi janë mbikëqyrur gjatë gjithë sezoneve që ato kanë bërë, edhe në ndeshjet me ekipin kombëtar dhe paraqitet kanë dhe ato vlerën e tyre për të bërë ato transferimet, sepse është goxha e nxehtë kjo periudha, domethënë faktën me çfarë flitet edhe me çfarë diskutojmë edhe me çunat kanë gjithë ato. Tani Ilvi, unë jam shumë kurioze, kush lojtare takoj më shumë për zemërsi Silvinho kur u ndan pra fundit? Jo, ne me trajnerin përshëndetemi gjithmonë, nuk kemi asnjë situatë hatërmbetje apo konfliktuale. Gjithë lojtarët, edhe kur bëhet mirë, po dhe kur bëhet keq, nëse mund ta quajmë kështu, pra kur nuk kemi ato rezultate që neve presim, gjithmonë ka një motivim për ndeshjen pasardhëse. Kështu që... Se ka ko për ndeshjen pasardhëse? Po, nuk ka, domethënë, ideja është që lojtarët ikin me atë dëshirën për t'u rikthyer sërish me po të njëjtin përkushtim edhe për të qenë gjithmonë bashkë. Patjetër që rezultatet të cilat jo gjithmonë janë ato që neve presim,
i trazojnë sa do pak ujrat, por e rëndësishme është që ne t'jemi aty sepse gjithë lojtarët janë nevojshëm për ekipin kombëtar. I bo më kesi Silvinjo ti. Jo. Se ne pysim i gjo, a i përgjeti gjë tjetër. Këta kojtë fundit, emër mbi emër, zotëri, keske. Jo, po ne kemi rutinë që përshëndetemi gjithmonë. Po thuj e takove ti më po. Ai që takoj më Ky ka qenë i fundit. Jo, ne kemi rutinë që përshëndetemi që gjithë. Ka jetë për te kategori superiore. Ajo vjen në këtë rast nga kategori e parë. Klubi është legjendar. As më pak e as më shumë se sa luftëtari me trajner Besmir Shabani. Kështu që edhe një viti duhet luftëtarit për qenë superiore. E kam si ogur se ishim në mes të kampionatit kur erdhe isha i ftuar. Edhe shpresoj thash që dalim në të parën dhe arritëm të dolim në të parën. Kështu që duhet vi çik më shpesh që dalim dhe në superiore. Faleminderit. Kemi të ftuar dhe Loridanën sot se na mori mendje kombëtare, mirë se ke ardhur se ti vjen gjithmonë kur ka tema kombëtare. Ti nuk ma mësove njëra të emrin. E kam Lorida. Po Lorida, Dane. Ja, po bashkim ti. Po zemër, po unë një faq mirë se që... Erda me gjithë knajqësi. Edhe të ma ngatron emrin prapë të kam gjatë. Je shumë e mirë pritur gjithmonë këtu kene. Kemi pra Rudin për këtë analizën me kombëtare. Në fakt, ndoqëm kronikën, jemi në gjysmën e sezonit, pra kemi mbyllur gjysmën e sezonit Rudi. Çfarë sezoni ka qenë ky i kombëtarës dhe sa shanse kemi për që në vendin e dytë dhe me çfarë përshtypjesh je larguar ti në këto ndeshjet e qershorit. Pra janë shumë pyetje në një, po ti nise nga duash. Rudi. Unë mendoj që kombëtarja ka humbë balancët, nuk janë balancat që ka pas deri në Evropian paktën, edhe kur një skuadër humbë balancët, kur humbë koordinimin, sigurisht që ka edhe këto rezultate. Unë jam i mendimit që me rezultatet që kanë pas lojtarët gjatë këtij sezonit, pra po t'i shikosh gjithë lojtarët, po të janë i lexosh performancat e tyre në klubet e tyre, nuk është se ka kanë performanca dominante, nuk është se kanë lider absolut, nuk është se kanë bërë diçka të jashtëzakonshme përveç ndoshta gjimshitit ose mitajt, për ndryshe lojtarë tjerë kanë on and off, si thush, në formë dhe jashtë formët, në formë dhe jashtë formët. Dhe duke pas futbollistat që kanë të oscilacione, sigurisht që edhe rezultatet në ekipin kombëtar nuk kanë me kanë ato të niveleve që ne kërkojmë me kanë. Mendoj që nuk është arrit mu dublu si duhet pozicioni i Hasanit, sepse në eliminatorët evropianit ka kanë lojtar kyç, gjithashtu edhe Bajramit, i cili ka pas një sezon të destabilizuar në Glasgow Rangers. Dhe mendoj që edhe Ismaili, qoftë edhe Hysaj me oscilacionet që ka pas, kanë kënë mëngesa tepër të rëndësishme për ekipin kombëtar. Ekipi ka humbë si tush formën, në njëjtën kohë dhe trajneri pastaj nuk ka arrit me gjetë atë balancën e duhur, s'ka kanë i zoti me gjetë lojtarët që janë të rëndësishëm të momentit. Dhe një prej tyre mendoj që do të kishte kanë Mehmeti, i cili du në Championship në Angli, dhe është një lojtar që për mendimin tem mund tjetë lojtar grupit shumë i rëndësishëm, po për një arsye një tjetër nuk thirret në ekipin kombëtar. Pra, ka disa gjanat që nuk shkel, edhe ne duke kanë një vend me problemet mëdha, duke pas gjithë këto situata që ndodhin vend, sigurisht që edhe futbolli mund të marrin goditjen në vetë. Për momentin futbolli shqiptar është i goditur, është i tërëllosur, por duhet me gjetë trajnerin e duhur për me na motivuar, me na rrit nivelin e besimit, sepse kena nevojë për besim, kena nevojë me besu që mundena. Përderisa futbollistat dalin mas neshës e thënë nuk e kuptojmë se qa punol, dhe ma hanë që këtu ka një diçka që s'është në rregull. Rudi, kjo është kombëtarja më e shtrenjtë edhe në aspekt financiar që ne kemi pasur në njërë në historinë tonë. Kur vje puna ke rezultatet, Vishla i tha janë paka shumë të njëjtat. Pse ndodh kjo me ne? Pse nuk shkojnë në proporcion investimet me rezultatet?
Futbolli nuk është një zanat i lehtë, manoc. Ter zanat këtë bësh me 25 karaktere që janë me ADN Balkanit, me ADN shqiptare. Ne jena kom që kërkojmë problemin, edhe nuk kërkojmë me shu problemet. Ne na kryojmë problemet nga momentin neve mund jena me nërtu problemet pa nevojshme. Kjo është historia jonë, kjo është tradita që kena nërtu. Sigurisht që kena ma një trajner me na nërtu si skuadrë braziliane, po ne nuk kena kualitete brazilianës dhe argentinash për me nërtu një loj normalisht që a i mendon që ne mund të luajmë. Me ato futbolista që kena në dispozicion, ne duhet me nërtu profitin e lojës tonë. Unë mendoj që trajneri është shumë i rëndësishëm. Stafi që kanë gra është shumë i rëndësishëm. Por të njëjtën kohë është edhe pak rumë, si të janë ato njerëz që pranojnë mrapa skenave, me gjithë të futbolista që mesin pak natë nga neshja në neshje. Kush ka lujtë futbol e kupton që ose ke një rëndësishëm dhe për një moment humbë besimin e trajnerit, atëherë egoja futbolistit është me pas një lloj pak natësiet, me të regu një lloj si tush inadit, dhe kjo është pjesë e menaxhimit, sepse futbolistat munden me ndryshu emocionet shpejt, dhe ajo energjia e atë futbolistit që ka qenë titular dhe humbë pozicionin, sigurisht që është e rëndësishme mos me ndiku në grupin tjetër, por tek ne ndikon shumë, sepse tek ne jena pak si ma egoista se çdo kom tjetër. Dhe duke pas karaktere të vështirë, atëherë vështirë edhe me rrit balancat. Kështu që unë mendoj që në kombëtare ka disa karaktere që mund të menaxhoshin më mirë, dhe duke menaxhu karakteret, besoj që edhe fryma e grupit do të ishte edhe më mirë, edhe skuadra mund të ishte pozita me sakrifiku, se unë nuk e shikoj që është një skuadër që lufton dhe sakrifikon me shpirt e me zemër, po është një skuadër që mund futboll për me paraqit vedin dhe me ba një neshje, po jo shoh një njeri që don me sakrifiku mija të që ai ka, se flitet për kombin, e kur flasim për kombin, është kombi, kështu unë shikoj atë mjenjen e kombit fort. E shikoj normalisht disa futbollista që profesionalisht janë zgjuar, teknikisht janë mirë, taktikisht rrestohen, edhe bajnë një detyrë thjesht, për pa marrë përsipër gjëra të vështira. Rudo, neve kjo na nevojitet. Na nevojitet një lider që merr përsipër me bë gjëra më shumë se mundena me bë. Qëndro të lutem dhe pak minuta me ne, që ta shtrimi çik diskutimin dhe në studio, po përpara një pyetje, po më përgjigj me vetëm me një përgjigje shkurtër, po apo jo. Mendon që duhet vazhdoj Silvinjo dhe pjesën tjetër të këtyre eliminatoreve, apo? Jo vetëm Silvinjo, unë mendoj që para Silvinjos ka njerëz që i kanë marrë bateritë edhe nuk janë konsumu, kanë vitet që janë konsumu në pozicionin që janë, edhe janë basi ai uji najnën, që ti e din që uji që vis pihet, staj që rrinë shumë fillon i vjenera. Për ka ke fjallën? Për ka ke fjallën? Tek lideri kryesor. Tek baba. Duhet më radikale gjëja në ndryshim, mendon Rudi Vata në këtë moment. Okej, atëherë gëzimi, Andi Lila, Loridan, Sara, hapim çik gjithë këtë diskutimin. Andi. Ne po bëjmë një analizë pak të ftohtë. Rudi foli pak më gjatë, bëri një analizë komplekse edhe të edicionit kaluar, por edhe këtij edicioni, ndërsa unë dohet ndalesha vetëm 2 ndeshjet e fundit. Ndeshja me Serbinë, vlerësimin tim u organizua shumë mirë, nga për sa i përket në të gjitha drejtimet, por për sa i përket lojës, pash një Shqipëri superiore ndaj Serbisë. Po të shikojmë rastet, një humbëm një penalti, patëm edhe një rast tjerëzakonshëm me Bajramin, mos gaboj, atë pasin që Daku e dha, dhe duhet ta kishim fituar ndeshjen. Janë nga ato ndeshje që nuk harrohen kurrë, kundra Serbisë të paktën. Unë kam luajtur vetë 2 herë kundra Serbisë. Unë urrita me golin e Sokol Kushtës, me Partizani, flamurtari Partizani Beogradit. Pra në disa ndeshje
që përgatiten dhe ngelin histori. Ky rezultat 0-0 mendoj që na rrin gusht për vetë faktin se skuadra u paraqit mirë, dha gjithçka në fushën e lojës dhe pash futbollistë që kaluan edhe mbi nivelin e tyre. Ndërsa në ndeshjen e dytë kundra Letonisë, më falni, mendoj që baterit u shkarkuan në ndeshjen me Serbinë dhe pash një skuadër pak më të rrequr. Por duhet ta kishim fituar ndeshjen edhe me pak cinizëm, por dy barazime mendoj që na lën pak mbrapa në atë që ne pretendonim që të ishin pak në vendin e dytë mbas Anglisë. Por mos harrojmë që Letonia ka një skuadër me të vërtetë serioze, një skuadër të fortë që unë kam parë në ndeshjet që ka zhvilluar në grupin tonë, sidomos në Wembley kundra Anglisë, një skuadër që mbrohet fort në 1/3 e fushës dhe niset kundra sulm dhe ka lojtar shumë fort në luftën ajër. Por doja të theksoja, mendoj që ndeshjen e dytë ajo që trajneri Silvinho mund të rregullonte ishte që hysaj me ato ndeshje të mira që bëri me Serbinë në Tiranë, duhet të ishte patjetër në formacionin titullar, se po t'i vëmë re edhe goli që ne psuam, e psojmë pikërisht në goditje standarde në shtyllën e dytë tek aty ku Balliu duhet kërcente me kokë me mbrojtësin kundërshtar që erdhi dhe barazoi 1-1. Por mendoj që ekipi kombëtar duhet patjetër që i duhet i marrë më shumë. Andi, sipas teje duhet vazhdoj apo jo Silvinho, pra me kombëtarën? Është puna e trajnerit është shumë specifike. Madje trajnerët këtë profesion kanë dhe këtë din të bëjnë. Ai ka një kontratë, ka një punë dhe s'ka pse ikën ai vetë. Madje trajnerët shqiptar, vlerësimin tim, mos mendojnë vetëm me zemër ose mendojnë nga ana emocionale dhe t'japin dorëheqjen dhe t'ikim një herë. Jo, duhet durojnë, duhet presin aty, sepse ka kohë. Nëse Silvinho do të vazhdojë dhe në ndeshjet e mbetura, patjetër që duhet që shikohet edhe sa Letonin ka, po sfitoj me Letonin ai vet pastaj. Nuk ka mbylli sezonin, themi që të mbylli sezonin, se pastaj. Nëse mbyll sezonin, pra ky trajner po projektohet edhe për kualifikues të Europianit. Ndërsa nëse ky trajner ikën dhe përgatitet trajner tjetër, do të ishte diçka tjetër. Por mendoj që Silvinho ka bërë punë të mirë, është një nga dy trajnerat që ka bërë histori në futbollin shqiptar. Ka çuar Shqipërinë kampionatin evropian. Kemi dhe tanë shytjeja. Ratolla komodohu direkt në studio. Vjen me vonë se ka qenë një aktivitet sportiv tani, Tano mirë se vjen. Në diskutime për kombëtaren, si gjithmonë na gjen në mes të diskutimeve. Kështu që gjëm dhe sinematin dhe pastaj futemi direkt. Gzim, Rudi, Andi, analizë ftohtë pas 10 ditësh? Ideja që do jetë apo s'do jetë Silvinho. E shoh që shpërnda shumë loja, dikush i ka rënë bilbilit. Thënë siç bie për politikën, për ca ngjarje, edhe ne të sportit presim urdhë nga lart që të fillojmë do e mbajmë as do e mbajmë trajnerin. Ca kohë më parë ja dedikuam gjithë suksesin atij, tash gjithë fajin, po shkarkojmë ka ai. Këtë ditë ta bëjmë mirë neve. Nuk ka hallka tjera përgjegjëse. Edhe më bëri përshtypje fjala e Andit që tha ne organizuam mirë me atë. E organizuam mirë me 17 vjeçarët, po dështuam sportivisht. Tani do mbajmë anën që organizuam mirë Evropiani apo anën që dështuam me ekipin. Kush është Telbi? Na thanë që Giro Italis u organizuam mirë. Kuptimi ka çfarë fitoi ciklizmi jon. A futën në ëndër ata ciklistët e botës, i futën një parakalim Shqipëri, edhe unë du të di çfarë bë me ciklizmin tonë, çfarë fitoi sporti jon. E lëm reklamën, imazhin e gjërat çfarë bë për Giron Italis nga politika më shumë se nga sporti. Çfarë fitoi ciklizmi jon konkretisht? Çfarë fituam nga finalet që bëjmë nga Conference League nga ato? To thon fitojmë imazh, po duhet fitojmë direkt gjërat që të ndihen, që mos ngelet në fasadë gjërat. Në brendit gjërave. Nuk jam shumë dakord për temën që hapet jetë mos jetë Silvinho. Nuk jam, sepse shoh shumë njerëz edhe nga politika të angazhuar. Neve nuk shkojmë njerë ke baç atyre, me dhënë mendime kush do jetë, kush do iki. Ata e kanë kollaj, na quajnë ne si aneks. Vjen thonë mos jetë Silvinho, dhe po thanë dhe ata mos jetë Silvinho, i bi që po mbajnë krahun e shefave. Dhe të drejtën për gjykuar Silvinho nuk e kanë ata sipër. E kanë gjëra tjera teknike. Mua ajo që më them për kombëtaren time që nuk arrit ta njoh kur. Nuk i bën dot 2-3 neshe bashkë njësoj. Mirë që ajo nesha me Serbinë na ngatroi pak se u futën, u trazua politika me sportin. Po vjen ndeshja tjetër, bashkë kemi qenë që e pam në emision Letonin, thamë që ky ekip do jetë për gola. Thash Manush, kujdesi, tash mos u merrni me klasifikim, mos u merrni me objektiva. Neve shpesh herë historikisht, edhe biles, që në fillimet e veta të presidentit Duka, kemi luajtur me Andorrën dhe jemi rraf historikisht në Andorra.
kombëtarja parë që jemi rraf me Andorrën. Që atëherë ka fillu kjo nami, do më thëmë, psikoza që neve na del Macja Zez për para dhe kemi tërës me ekipet e vogla. Jo, se ne shëndrojmë vetë ekipi vogël. Neve, kur kemi ekipi si Ritonia, në dalim pak lakuriq. Nuk e tregojmë vlerën tonë që se dim të kryojmë, a jemi sulmus, a shpikim gjë, a kemi fantazi. Edhe lëvizjet të mdhaja i bën shumë dëm. Unë kur duat për shumë të gjykoj Slevion, nuk i kuptoj qësa gjëra fare. Nuk kuptoj qësa gjëra fare. Kur Lysa i luan të dobet, ishe i sigur në formacion. Kur Lysa i luan mirë, e heqim nga formacioni. Kur lojtarët humbin penalti, i gjykonim dhe i fajsonim dhe pa drejt. Tani, kur lojtari humbin penalti, e bëjmë të kapiten për të moral. Nuk kuptoj dot. Ku i kam mësu Silvinjo këtava, dikush tjetër si për Silvinjo, s'ka gjëra. Njerëzit i gjykojnë, dhe ta shpjegojnë futbollin, se çfarë ndodh dhe çfarë qëndrimi duhet mbash. Pse na bëhen gjërat kaq vështira? Një trajner tjetër na e vuri Odise Rosi mbrojt djath. Aty u goditëm. Tani po bëjmë eksperimente të tjera. Tani themi që e psum golin për Balliut. Se marr vesh, domethënë kemi një tendencë për të mos e çuar asnjëherë ke plaka vetë vërtet. Nuk është me individ ajo. Edhe bashkë në debatin e fundit që patëm thash Manush, mos i bëm mbrojtësit sikur i kemi yje. Jemi goditur gjithmonë mbrojtja. Rregullisht kemi psuar gola dhe atë ditë, si për çudi, erdhi prap. Thonë jo, duhet vinte ky më afër, jo është Balliu i shkurtër, duhet vinte i gjati të mante. Po prapa. Sulmues në atyre, kam përshtypjen që neve edhe kur i gjykojmë, nuk i gjykojmë mirë. E ngritëm lart barazimin në Serbinë sikur ishte fitore dhe u shkrefëm shumë shpejt me Letoninë. Ajo që Manush thosh edhe diçka, te pjesa e kombëtares ka dy tablo shumë komplete kundërta. Unë jam trajner vete dhe e di si është ta përgatis një skuadër. Kur luas kundra Serbisë, për trajnerin është gjëja më e thjeshtë, ose kundra një kundërshtari goxha të lartë apo të nivelit shumë të lartë. Ajo që mua më bëri përshtypje të dy ndeshjet ishte pas një ekip të karikuar ndeshje me Serbinë dhe pjesë ndeshje e dytë pasaj pas një ekip të çmotivuar, një ekip të vetë kënaqur, na disa lojtarë që ishin në fushë aty. Dhe ajo që është gjëja më kryesore pastaj për trajnerin që është ndeshjet e leta, aty duhet të tregoj veten, duhet të tregoj potencialin e tij, si e motivon skuadrën, si e vendos skuadrën në fushë, nuk mund të mbasësh një 45 minutë kundra një ekipi që ti pretendon ta mundësh, që ta lësh poshtë, duke qenë totalisht në gjumë. Kështu që këto janë ndeshjet më delikate për ne trajnerat. Pra, kur los me një ekip me një niveli që ti duhet ta mundësh, fillon ajo vetë kënaqësia, edhe kjo është shumë problematike. Kurse ndeshja me Serbinë pasaj është aty unë e pas një trajner që vendosi goxha ekipin mirë. Me qenë realist të flasim tamam. Ishte një ekip që ti nuk shkonte mendja që ta vije Serbinë deri në minutën e 60, më thënë Serbia nuk është goditur njerë portën. E presoi e lartë, kishe mbajtjen e topit, kishe rast për shënim, i bëre të gjitha deri pasaj sa që vjen një moment edhe normalisht konsumon energji, po për mua ndeshja me Serbinë që një tablo shumë e mirë, shumë e bukur. Shyti, sa shanse kemi për vendin e dytë me rezultatet e deri tanishme dhe do doja një analizë nga ty gjak ftohtë për kombëtaren. Flasësh gjak ftohtë për kombëtaren është pak e vështirë. Megjithatë do të ndihmon kjo emotiviteti ndihmon që të shpresh disa elemente. Para njëherë ne humbëm një mundësi shumë të madhe sportive, po jo vetëm, sporti humbi një mundësi me Serbinë për të dhënë një shtysë më interesante, identitet kombëtar, kënaqësi kombëtare jo revanshit. Unë nuk jam nga ata që mendoj që domethënë duhet ta shtypnin, shkatronim Serbinë sepse x e tjera. Po thjesht sepse më kujtohet ajo ndeshja e famshme me Greqinë, që mbasi doli kampion Evropë, që fitoria këtu i dha një pozitivitet, po flas për pjesën pozitive, jo për pjesën domethënë e asaj që quhet, si më thën, përdorimi i sportit për të kundërtën e vlerave të tij. Kështu e humbëm atë, po humbëm edhe shumë pjesën sportive, sepse ti harronim çik hallet për ca ditë, do thosh. Jo, po ne kishim kombëtarja kishte mundësi që në emër të futbollit, po në emër të gjithë sportit shqiptar të jepte një si thuash impakt, një injeksion pozitiviteti. Se dolëm dot mban. Pozitiviteti për cila për fat keq ishte barazim, po u quhet si humbje. Jo vetëm sportive, po edhe në planin sportivo nacionalist apo sportivo kombëtar. Kështu që e humbëm këtë dhe nuk ishte pak.
pastaj humbëm pa tjetër një mundësi shumë të madhe në të dyja për të ecur drejt për imazhin e botëror. Se le të themi për atë dëshirën tonë që ta provojmë edhe një herë të dalim dytët dhe bazuar në këtë dalje, pastaj të synojmë botrorin, sepse ishte një nga ato dëshirat me të cilat në një farë mënyrë na ushqyen në këtë periudhë. Dhe arsyeja pse? Arsyeja, si thua, trajneri kombëtarës për mendimin tim, aq sa unë kuptoj, është një person që nuk stërvit, ajo bën taktikën dhe pastaj bën zgjedhjen. Unë besoj që në të dyja rastet roli i trajnerit nuk ka qenë ai që duhet ishte. Nëse për zgjedhjen, nëse për taktikën, më aq sa marrë vesh unë, Serbia bënte pressing, ne rrinim mes fushën tonë e prisim që të vinin. Po kjo është një element të themi në një farë mënyrë për mua inferioritetin në fushë. Nga ana tjetër pastaj trajneri më vërtet nuk zgjedhjet i përcakton, po veçanërisht rizgjedhjet. Zëvendësimet janë një problem i jashtëzakonshëm i trajnerit, diçka që është trajtuar mas çdo ndeshje. Një trajner që nuk di... Në këtë debatin Silvinjo po, Silvinjo jo, ke hyrë personalisht? Jo, unë kam thënë që kur u rinovua kontrata, kam thënë federata bëri mirë që ja ofroi rinovimin, ai do bënte mirë mos ta pranonte, në kuptimin domethënë që për mua mbas Europianit nuk kam ato kredenciale dhe koha ka treguar për fat keq që ato mangësi që ne kemi evidentuar dhe gjatë Europianit janë pastaj në një farë mënyrë le të themi cimentuar edhe në këto dy ndeshje, ndrime e formacion jo gjithmonë i saktë dhe veçanërisht ndrime asnjëherë në kohën e dur me njerëzit e dur. Duke dhënë atë imazhin sot po lexoja që të paguash 1,5 milion euro për një staf të tillë, kombëtare janë kur kombëtare të tjera deke 300 si quhen të jep edhe një, si thua, edhe një dimension, dhe themi, nuk them shpërdorimin në kuptimin e keq, po të përdorësh para, shumë para për të marrë pak performancë. Tani, kjo e paras do të thotë që atëherë kur u dha, për çfarë arsye u dha kaq shumë? Tani s'vlen më? Jo, vlen tash. Ati u ngatru, tani vlen. Tani vlen. U bashku të dy. Tani sepse ne erdhëm shuam në Europë. Erdhi nga qeveria. Dakor. Ore, lek tonat janë. Lek të një trajner. Po neve tani ne i kemi trajtuar që atëherë. Atëherë, Gzim. Pse është ky përjashtim? Ti trajneri merr pjesë qeveria në rrugën e tij. Pse për këtë trajner u bë ky dallim? Se kemi dhe Rudi. Se të flas teknikisht për kombëtarën tani kemi 10 ditë. Tani un kam një gjë pikante. Jo, vetëm të lutem, vetëm. Mua nuk më bëri përshtypje mas Europianit sasi e parave. Më bën përshtypje tani në raport me performancën që kanë këto para. Se në ato kohë shumë mirë, euforia shumë dhe marrim më pak se duhet ta kualifikonte Shqipërinë në për evenimentet, ju s'do ta trok. Ne kualifikojnë Europian shumë mirë Guardiolën. Ai po mëson nga Nema. Ne nuk kemi mësuar shumë. Ne ishim debutues. Ti e the që gjysma jon. Thelbi është që ai po mëson nga kombëtarja jon. Se ngatërrohen. Shiko, ne një sekondë. Ai është debutues i trajnerit. Po ngatërrohen. Ne kemi analizuar. Pa kapim mbrapsh. Pse? Po kapim veshin mbrapsh sepse harruam që ne patëm një krizë me trajnerët e ekipit kombëtar. Patëm Panucci, më pas Rejan. Jo, patëm Debiazin. Morëm një emër të madh, se faktikisht a jemi dakord gjithë, mbas Debiazit po flas. Emri i madh, jemi dakord gjithë që Silvinja është një emër i madh. Kush është trajnimi? Emri i madh. Futbollisti emri i trajnerit. Kriza. Edhe i trajneri. Ne kemi njohur të gjitha vlerat që na çojnë Europian dhe unë po them, nuk më duk shumë paraja. Emri i madh për çfarë? Emri i madh është ai s'kishte qenë trajner asgjë, çfarë trajner? Është nga dy trajnerë. Sa njëri që merr 300.000, i Hungarisë 200.000, janë si thua, çfarë pagesë janë në raport me 1,5 milion që ka stafi i këtij. Patjetër është diferencë e madhe. Dhe nëse mendoj se të ndesha me Serbinë ndikoi pak edhe kjo trusnia që kishin, sepse unë ndoqa me shumë vëmendje dhe që në momentin që Mana ju përball para penalltis, nga mënyra se si ai u nis për ta bërë gjuajtjen, edhe vetë kuptuam që nuk do ishte një gol. Pra edhe unë ishte e pritshme, pavarësisht të dëshirës madhe që donin për gol. E more vesh ti ku e pa kosa ndeshjen, majtë llogaras në digital. Pa ndeshjen, para ndeshjes la pa neve në emision. Paso botrore, pa ndeshjen, pa dhe mbas ndeshjes. Edhe ne në digital për ti kombëtarës, tani ne na ka nisur në Amerikë botrori i klubeve, që do na shoqëroj deri në datën 14 korrik me 63 ndeshje, dhe ne mund ta ndjekim live në çdo kanal të Digitalbit, si dhe kudo nëpër botë, vetëm me një aplikacion që mund ta shkarkojmë. Bravo, dhe në Amerikë me që përvonde kemi Rudi Vatën, që dhe ai na ndjek nëpërmjet platformës digital. Fal, Rudi. E kemi Rudi, besoj, për të bërë mbylljen me të. Ja ku e kemi.
Vada, nuk e di, gjove qikë debatet në studio, du da ta mbyllim bashkë këtë reflektim për kombëtaren, se ne jemi këta sërish prap këtu pjesën e dytë. Ma mbyll me i koment të një të luta. Qiko, ajo që menoj unë Manush është që kombëtarja nuk e ka atë energjinë e fitoreve të eliminatorëve të Evropianit. Kjo është ajo që mund shqetëson, sepse ne në Evropian me neshjet që bëm me skuadra solide si Polonia, Çekia, ishim shumë entuziast, besoshim që me këto performanca ne do të mrim në Evropian. Dhe tamam, në fillimin aty në eliminatorëve, ne ishim shumë determinant, kishim shumë karikim si skuadër, ishim shumë energji dhe fitoret e fillimit, ndoshta na leju ne edhe me pas ato, si të thush, diskoordinimet e neshjeve të fundit të eliminatorëve të Evropianit. Po në ato neshje të fundit të eliminatorët e Europianit, me neshjet e Nation League, menoj që skuadra nuk ka pas kur atë energji, nuk ka kënë ma e balancume dhe e orientume me rezultatin e fitores. Pa bane i paraqitje këtu aty me Serbin mund të flasim, po ishte një neshje që kjo ishte jeta bekje, nuk kanë pyetje taktikisht, ose teknikisht reshtu mirë. Këtu je jeta vdekje, o vëlla, nuk ke këtu, da më hanë me këtë lloj punështarit, ti masi 100 vjetë ndoshta ke mune shpreh. Ishte momenti jonë me të regu dhamt, nuk i të regum shumë gentiles, sigurisht të regum shumë civilizim, profesionalizm, por ato u largum me një rezultat që du t'i shërbejnë shumë, kështu që unë e shikoj të vështirë për hapin drejt botënorit, po gjithsesi është menoj është eksperiencë dhe shpresoj që të mësojmë prej këtyre situatave që kena kaluar dhe të bëna më të fortë në të ardhmen. Rudi, të përshëndesim nga studio Procesi Top Channel, të përqafojmë nga larg dhe të presim këtu sërish. Ishim me Rudi Vatën, dashur miq, në lidhje të drejt për drejt nga Amerika, ku ai ndjek botrorin e klubeve edhe për ne. Loredane, kemi një reklam të një Beauty Pointit që është parfumi më special për unisex. Ti, me kë lojtar të kombëtares tonë do ndaje këtë parfum unisex? Më zgjidh një emër që ti do kishe. Ndaja me atë që do të bënte golin, por nga që se bëri golin nuk e ndaj më. Se ndanë më të fund e mbash për vete? Po me njëri jashtë futbollit brenda studios me kë do ndaje? Ose brenda botës showbizit, më zgjidh një emër tjetër. Jam shumë selfish, zakonisht i mbaj gjërat vetëm për vete. Një do na thuash sot se ora 12 e natës nuk është problem. Jo, vetëm për vete. E mban për vete ajo, po jo, Alessia Bami, e cila zbuloni freskin dhe elegancën e vërtet me Dolce & Gabbana Light Blue. Aroma perfekte për femra që dëshirojnë të ndihen njohshës edhe plot jetë, gjithashtu edhe për meshkuj që duan të lëngjur me prezencën e tyre të paharrueshme. Një kombinim unik i limonit dhe mollës jeshile, i luleve dhe drurve që përçon magjinë e mesdheut në çdo moment. Këtë parfum e gjen në variante 30 dhe 50, gjithashtu dhe 100 ml për vajza, ndërsa për meshkujt e keni në variantet 50 dhe 100 ml. Në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point, si edhe në Coin, Etos, Beauty & City dhe Anais. Jeto me stil vetëm me Beauty Point, Dolce & Gabbana Light Blue. Okej, e mbyllim. Pjesën e parë mbyllim këtu, ju presim sërish pak minuta reklam për pjesën e dytë. Kombëtare, po edhe botrori klubeve. Ju presim. Ja ku jemi në këtë pjesë të dytë, sa për djeni e Loride, kjo e ndanë parfumin dhe me ato që unë penaltin, që ishte një sfidë shumë e bukur kjo. Por, momenti OTP Bank Albania. Po, dhe karta e kreditit Visa Platinum, Manush, është projektuar për të përmirësuar më tej stilin tuaj të jetesës. Me këtë kartë prestigjioze ju mund të përfitoni avantazhe që mund shkojnë për tej të zakonshmes, duke dhënë mundësinë për të jetuar jetën në maksimum. Visa Platinum është e vlefshme për gjithë klientët e OTP Bank Albania, ofrohet në lek dhe në euro, 0% komision për blerje online. Akses falas në mbi 1200 longje në aeroportet kryesore të botës, për punë apo për qejf udhëtimi duhet të duket si një finale dhe jo si një ndeshje miqësore. OTP Bank Albania të jep asistin, ti bëj gol. Amo Costa, qa momenti ishte ky? Qa momenti ishte ky që sa po bëm? Qa momenti ishte ky? Ku e kishte mendjen ai? Ishte reklama OTP-s. Po si bëhet? Si bëhet? Karta Platinum. Po karta, po unë kam bë para teje. Ka mundësi ti që jeri vëmendshëm këtu. Me kë komunikon në këtë orë, të lutem?
Ta them me vërtet? Po. Me një guid në Meteora. Është një grup në Meteora dhe ka nevojë për guid italisht. Mos është mërzit se nuk ndava parfumin me atë. Mos dhe ndaj parfumin me Loredanën ti? Urdhro? Dhe ndaj parfumin bashkë? Që do ndaja? Parfumin. Parfumin. Mos përdor parfum gota shumë. Atëre, beauty point unisex për të ndarë të dy. Batu e fundit, Andi Lila. E nisim bashkë fakt se s'ke thënë komentin të fundit. Sepse e thash parë, nisa teknikisht nuk ka nevojë me diskutojmë këtë. Unë e kam pak më shumë më sipërfaqësore, se kjo kombëtare aty ku të gëzon që ngrihesh, thua do shkojmë, pastaj bien poshtë, po jo ulje kështu. Ne çojmë nga 10 te 0. Tani kjo kombëtare, se Gëzimi e tha pak edhe te pasoja. Ore, mos vërtet ne nuk e kemi takatin, si i thonë në gjuhën popullore, që të ecim, ta kapim edhe në dytë. Mos ne me Letonin nuk frymë kot, se nuk e marrë ndeshje me Serbinë. Ndeshja me Serbinë ishte mirë, okej, po ajo nuk vlen fare nëse ti nuk fiton me Letonin. Ajo u zerua direkt, sepse atje na çoi. Tani, kjo kombëtare, a me të vërtet kjo e meriton të vendin e dytë? Është pyetje edhe për të tjerë tu. E meriton? Ta këta të thejmë në fund të sezonit të thejmë. Tani, ja, bravo, këtu më qëndro, tani, këtu më qëndro. Duke pas Serbi, mendoj që meritojmë tani në dy. Duke pas se si lutem me Serbi. Ja, këtë doja vetëm. Tani, po t'jetë objektiv, që ne meritojmë, do të thënë ajtë bëjmë 3 ndeshje i loj. A, bra, tani këtu se këtë Edi, jo pa qëllime e thash këtë. Tani, unë bashkohem me paraforcit këtu që kjo kombëtare, kjo nuk ka grind. Aty diçka nuk shkon, se nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi ai ekip që ti i shikon në fushë me Letonin, që ato lojtarët kur i shikon, të duke ndonjëherë si manekina, që as e kanë fare ide se për çfarë po luajnë. Me Letonin, u spash një ndryrje, një ndeshje pa i karton të verdh. 0, nervi 0. I merr në intervistë kur i dëgjoj, jam duke që sikur kishin ardhur nga baleti. Ora po flasim për futboll. Lu për top park, kur si keca elemente. Pikërisht pra, tani, ai që i karikon këta, o Edi, ai që i karikon këta, ai që është shpirti, trajnerit, vim aty. Ore trajneri, për çfarë është aty? Për çfarë është ai trajner? Rudi tha se ç'është trajneri. Po për çfarë ç'është është? Ore trajneri di ai. Më fal më zotrin, nëse ti ke probleme këtu në studio, kush e ka fajin? E ka Kosta? E ke ti fajin, mos zotrin? E ke ti pari? Mos më fto mua as atë, mos fut këtë nxirë atë. Bëj formacionin e dur. Në rregull? Ne dëgjojmë Silvinjon, ti e pyet se edhe Ilvi, ti e pyet për tjetër gjë për gjithë. Me këtë muhabet që thu ti, thu Manush, ta shtymë edhe 10 vjet tjera. Jo. Ne bësh analizën me thellësi apo do e bësh? Atëre, po se bëre me thellësi? Jo, thellësia kjo është pra që ne me një trajner si Silvinjo që e morëm pa bërë asnjë ndeshje miqësore na çojnë evropian, do të pa njohur fare ekipin, 0. Dhe duke njohur ekipin mbas 2 viteve, Silvinjo nuk bën dot një ndeshje të mirë. E kupton tani ku jemi? S'kem nevojë fare për Silvinjon. Fare. Madje unë them që se ati mbaron kontrata në 10 orë. I mbaron në 10 orë kontrata. A i ti bete 2 ndeshje që ka Letoni, Serbin, qofë se nuk arrin do të marrë shpikët e dura, a i let lërë vendin një trajneri që të ketë kohë 2 ndeshjet e që kanë ngellur të... Si këne Eva, si do ika, ka 1 milion euro, si do iki? Si do iki? Ti fali? Mbaron kontrata? Po jo me mbaron në fund vitit kontrata ti, kështu që... Po deri kur e ka kontrata? Deri në fund vitit, deri në fund dhjetorit. Edhe i gjoti që nuk e thua që ky nuk është si trajnerët e tjerë, nuk e hiq dot kollaj sportivisht, do të mushet më edhe qeverisë tesh. Po tani unë se them se unë se di që ka sjellë ai tjetër. Po ka sjellë ai dakord. Shtetit që shikon nuk e do më populli ata. Po le Lenci kjo është kështu. Është lloj teatri shqiptar. A mendoni se ka ndikuar pak edhe kjo fryma që kemi qenë të bashkuar, pra dhe tifozët, rritjet e çmimeve të biletave? Andi, po. Do e vazhdoj të la Jemini. Në 2019-ën, unë lash futbollin dhe tërhoqa edhe nga kombëtarja dhe bëra një pakt me veten time, që derisa të jetë lojtari i fundit që kam luajtur në skuadër, unë do flas, domethënë do them edhe kur ka nota negative, unë do flas vetëm pozitivisht për ekipin kombëtar. Edhe ashtu duhet flas edhe Massimo Sketa si lojtar. Tani janë disa që unë i kam pas bash lojtar. Lorenci thotë që nuk morën as karton. Po pozitivisht aty ku duhet të flasim gjithë neve, ha? Patjetër. Ne kemi ne po i kryqëzojmë ata. Ne o i kemi në zemra ato s'ka, po kemi ca gjëra. Bëj një analizë shkurtër dhe pastaj gjykojeni ju në studio, s'ka si problem. Mendoj që ne kemi një precedent pozitiv, që quhet Silvinjo, që na erdhi pasi ndeshje miqësore dhe u kualifikuam në kampionatin evropian, pra bëri shumë mirë, dhe unë jam besim plot që pse jo, jemi në garë që ne të jemi të kapim vendin e dytë. Pse mos shkojmë dhe të fitojmë Beograd? Nuk ka as problem. Nuk ka as si gjë më shumë me ajo që pash në ndeshje. Ndërsa për sa i përket ndeshjes me
me Letonin, nuk e di pse ngatarroj. S'ka gjë. Me Letonin, Lorenci thot pse nuk morë masi karton të verdh, po nuk kishte ndeshje Por se çështja kartoni si karton. U them ishte 0 grinda man. Ora, do thot Ne luaj futboll ne kishim posedimin e topit, ne s'kishim Po çdo posedimin e topit. Janë ndeshje ato janë ndeshje që duhet janë ndeshje që të Jo, po biem në përsëritje, nuk kemi asgjë. Doktor, çka kishte em lojtarëve ti që kanë me pushime tani shpejt e shpejt? O Manush, Sa do të kemë parasysh ata? Shiko, ti them vetëm një gjë të çunave, vetëm një gjë të vogël. Asnjë doktor nuk do që t'i vdesi pacienti. Kështu që nuk besoj që Silvinjo donte ta humbte ndeshjen. Patjetër që jo, Por në gjykimin tim shumë jashtë anës teknike. Ore, si është fryma dy brenda krahasimi europianin? Si është fryma? Fryma shumë e mirë. Unë mendoj që thjesht ishte pak e rëmujshme situata me Letonin edhe domethënë ishte një lojë pak e rëmujshme dhe nuk doli aty ku doli. Gelëm kurth. Në një lloj mënyre mund ta themi kështu, domethënë ti ke ca skema, ke ca përgatitje, por në të njëjtën kohë ke një skuadër që nuk i përshtatet ndonjëherë dhe asaj loje që ti përgatit kundrejt atyre. Dhe deri diku nuk doli aty ku doli. Megjithatë, siç u thash pak më parë, ne patjetër që atë kombëtare kemi dhe për aq herë sa grumbullohemi dhe aq herë sa luajmë, domethënë duhet që patjetër gjithmonë ta fitojmë ndeshjen. O Ilvi, po cila frymë më fal? Njëri del në Facebook dhe nxjerr një foto me dorë, e pe? Ai ishte heroi Silvinjos ai, që nxori. Kush? Asani, e pe? Çfarë problemi ka? Një sekond pra. Ka problem. Se dy heronjtë e Silvinjos janë në stol tani. Edhe Asani dhe Bajrami. Diçka nuk shkon. Asnjë shpjegim s'ka. Çes luan Asani? Jo gjithmonë lojtarët kanë momentet e tyre maksimale. Asnjë doktor nuk do që t'i vdesi patjetër, po kur vdes ç'a ti themi që ndroj jetë e njëjta gjë. Po këtu Kombëtarja jon është në nivelin që nuk jep atë që duhet t'japë. Asani nuk luan në Kore. Shikoni, ne u mërzitëm një ndeshje, por realisht nuk e humbëm ndeshjen. Ne u mërzitëm njësoj sikur ta humbnim, por realisht nuk e humbëm. Unë nuk e di, po unë e kam parë dhe unë ke digital, dhe atje ku isha unë ishin 50 veta, me Letonin ishin të 50, qoheshin dhe shanin. Tashi në 50 është 100% 50 veta, po unë besoj me që kam parë në për media, ajo ishte një ndeshje turpshme nga në jonë në burë. Po e turpshme nga burë, si mund të luash ashtu me një lojtar që gëzonin kur barazuan, si kur që unë mbyllat e mbrapet 10 minutat e fundit, 10 fundit, që ndroi dy gjëra, apo jo, u fut broja me, nuk e di me kokët veta, apo me urdhër në qëndër, edhe filloi dilte Balliu andej e këta këtej, sikur u bën Bajrami, Bajrami andej, u dushoj diçka. Tashi ti 10 minuta ndron, 10 minutat e fundit, tashi, me ka detyruar të bëjmë i trajner që s'duhet të bëjmë. Ky është një trajner që nuk po merë maksimumin dhe jo këtë ndeshje, jo këto dy ndeshje, po ka qenë në ligën e kombeve që nuk po merë maksimumin nga këtë grupë dhe përkundrazi ka filluar një formyrë edhe të krijoj probleme me ta. Dhe bojë që luan me Sërbin me 20 topa, me 20 topa dhe 18 i kthen brapa, apo jo? Apo vendrime që ka 5 dhije për bërë. Valent që kilvin se me zje kemi, një gjë është sigur. Ne gjithë Shqipëria është me kombëtaren, jetë e mot, edhe ndikëqia dhe ndikëmira. Kjo nuk diskutohet. Silvinjo e ka detyrën ta bëj ta çojë deri në fund. Stafin mjekësor e ka me nivel të lartë dhe kjo është gjë më pozitive. Çka këshillë dhe japin lojtarëve se janë nëpër pishinë tani? Ç'a duhet bëjnë ata? Se shoh sa që bëjnë ca udhje me kokë aty më tremi. Lojtarët janë në një fazë pak a shumë pushimesh, dikush që luan nëpër kompeticionet europiane e fillon pak fazën përgatitore më herët. Dhe përgjithsisht, këshilla që neve i japim gjithmonë lojtarëve është mos të rinë në pushim absolut, po të qëndrojnë në aktivitet qoftë edhe minimal për të arritur të mbajnë atë forcën edhe atë performancën optimale që kur vi faza përgatitore ta përballojnë gjithmonë. Sa do të bëjnë stërvitje editore? Do të bëjnë gjë ata apo më? Po, përgjithsisht neve sugjerojmë rreth 45 minuta, një orë, ku është më shumë në gjëra palestre ose në vrap pile. Po këta që ikin nëpër Mikonos nëpër klube që rinë natën atje. Patjetër pushime do t'i gëzojnë. Apo trini çik çunat. A, do bëni qef këtë muaj se ka thënë doktori. Ndeshje që bën deri ditën që grumbulloni bëni qef e keni me firmë nga doktori. Pa leni Silvinjos. Po atje në Amerikë që luhet 40 gradë në ora 2 drekës, çfarë? Lagështi e madhe. Është vërtet. Atletico Madridi do ngri 4-5 dhe ishte vap shumë. Rrafi 4-0 Parisi. Është vërtet, në fakt temperaturat influencojnë, sidomos tek ata lojtarë që
luajnë për shumë në kampionat, kush luan Rusi, ose kush luan nga ta po flasim lojtarët shqiptarë pak a shumë, që mund të marrin kompeticionet, pjesë në këto kompeticionet e kampionatit klubeve dhe botrorit klubeve, e kanë gjithmonë më të vështirë këtë ndryshime temperature. Unë po flas për shumë, Aslani është një lojtar që ka bërë gjithë kohës kompeticione dhe Champions League dhe ndërkohë nuk ka pushuar fare dhe shkoj për të luajtur në botrorin e klubeve. E ke parë deklaratat e Kupës Botës të klubeve? Disa gjëra. E di se janë kohën, o për lagështirën, o për temperaturën. Nuk thot në njëri që thot, pse po bëhet kjo, pse bleu paraja shprodhjen tonë. Pse jemi këtu, thot. Në këtë kohë kemi qenë gjithmonë në një vend tjetër, nuk kemi qenë duke luajtur mund mes të Amerikës atje, derisa të vdesit dikush, nuk e di çfarë. Unë mendoj si ty fillim, po kur pash Mesin e këto po kaqen tani në televizion. Derisa thua do ja 50 milion për pjesëmarrje, do marrësh kaq për këtë, ai të bleu dhe gojën, të bleu dhe lirin. Pyetje për Loredanën nga Facebooku, pyet një tifoz i zjarrt. Qa do bote Loredane në 40 gradë? Ta them këtu? Ku ta thush? Do nxjesh më Manush, po Do nxjesh. Po, do nxjesh, a marr shumë se çam nxjerr. Do nxjerr, u knaqe me përgjigjen, nuk e di. Shyti, Messi, këpet pak që deri tani pak. Spanjer është një gjetje ose një shfrytëzim i futbollit 360 ditë. Patjetër që ka një aspekt ngarkese, po ka atë që momenti që është sukses nga spektatorët, sukses nga drejta televizive, nuk kupton që është një gjetje e dur, njerëzit ka nevojë për futbollin çdo ditë dhe këta lojtarë janë detyruar që patjetër të sakrifikojnë, janë detyruar që të marrin pastaj edhe shpërblimin për këtë, por në planin sportiv ky lloj intensiteti gjithvjetor ka pasoja, në një mënyrë ose në një tjetër mund të ketë pasoja. Mua personalisht, unë besoj që ardhmja, po ndoshta jo për një vit apo dy, po që ardhmja e sportit në kombëtar do të jetë në futboll të jetë botori klubeve më tepër se kombëtare. Do kthehet, domethënë. Për mua është një lloj Superligë Europiane do bëhet, domethënë një lloj si Champions është ka shumë më tepër shikueshmëri se sa këto eliminatorët e botrorëve europianëve. Ky botrori klubeve do zëvendësoj në një të ardhmë jo shumë të lagët do zëvendësoj kampionatin botror. Mendon? Për mua po. Wow. Do të them kuriozitet, se tha Glendi ke kronika që stadiumi plot e kështu. Pjesën e dytë u mbush ndeshja. Pjesën e parë kishte plot vende. Nuk e di çka ka ndodhur. Se ç'po kujton kjo pjesë. Edhe pjesë e dytë si ne që hapim dy herë në herë. Ka pas sa probleme fakt me tifozët atje. Ka pas probleme me biletat, kanë ndryshuar ushtrimet, janë bërë gjëra se kanë cënuar pjesëmarrjen dhe në Amerikë di se ata do e bëjnë si film, si amerikanat. Edhe duhet ta tregoj që thonë që ne kur i bëjmë gjëra, ata kanë edhe inteligjencë artificiale për stadiumin. Ata me veten e vet duan të bëjnë garë me Champions League. Champions League ka rrënjë të thella. Ata si kanë ne do të rrënjë në futboll thellë. Ai merr një ekip për shembull që ti thua që janë peshkatar, as peshkatar si janë ndihmë. Sa ka nisur, do ikin këto të voglat, ka përgjigj skuadra zotnesh aty, ëh. Po mirë, po kështu do jetë ajo, sepse vetë gjerman. Ne shqyr që kemi ndar kënaqesh. Në komentet e tyre thonin si bashkohet Bayerni të luajë me një ekip kaq amator. Po kjo pra është kjo? Si shkojmë ne deri në Amerikë për të luajtur me këtë ekip. Po Bayern do përballet me Parisin se nuk pushonin golat. Domethënë ekip shumë i dobët. Nuk është puna e Parisit dhe kësaj, po puna është që në thelb është që e mori paraja futbollit dhe nuk e lë të shplodhet. Në thelb kjo është. Nuk më duket se futbolli do ketë përmirësim kur lojtarët nuk do kenë fare më kohë të rjavësohen. Duhet flasi ai, por nuk flet dot. Kush? Ilvi duhet flasi. Po para ka marrë dhe i. Duhet flasi ai. Para e mori gjithë. Para e mori qaf kombëtaren. Para e mori qaf Kostën. O gzim, po e thamte paso më drejt asaj do shkoj. Ore modeli është tenisi. Po para bëhet gjë. Luajnë për ditë, aty do shkoj. Astis do ishe këtu. Manush, mua keni. Manush. The Guardian, Jonathan William, një specialist që shkruan gjithmonë për futbollin, thoshte që në 10 vitet e ardhshme futbolli botëror do të fokusohet në Amerikë dhe në Kanada. Në vitin, do të tregoj një histori të shkurtër, në vitin 1994, USA 94, e mbaj mend gjithë atë kohë, paktën mosha jon. Fazën përgatitore Serbia dhe Italia e zhvillojnë në Toronto, në Kanada. Dhe bën një ndeshje miqësore. Dhe atje shkojnë vetëm disa security, 2-3. Po nuk e dinin se çfarë bëj. Dhe 20 minuta lojë, ndeshja u anullu sepse tifozët u përleshën dhe thyn stola dhe u bën nomizi, themi ne në kavaj. Të gjitha lajmet në Kanada hapeshin me këtë. Ore pse zihen këto ç'është ky sport dhe filluan studiuan. Dhe nga një viti 1994, deri sot që flasim, Kanadaja ka një zhvillim të jashtëzakonshëm dhe është vendi i parë në botë për sa i përket zhvillimit të futbollit. Për futbollin. Për futbollin. Nuk diskutohet. Për sa i përket sporteve tjera, sepse ato kanë sporte në raport me basketbollin. Por dhe Amerika gjithashtu ka bërë zhvillim dhe do bëjë zhvillim në dekadën e fundit. Dëgjoj, ne jemi të vetmit që mund të shkojmë nga Amerika Gjirokastër.
Vërtet. Si ja lejmë vetes ne? Për 2 minuta. Se ne jemi vëndali. Dhe ne vdesim për Gjirokastrën. Qa projekti ke? Qa alternativa shke të shpëtosh jërë nga varfëria bashkiake, sepse me aq pak lek futboll nuk bëjmë, ne ti e di. Sponsor, qa thiri i bërë sponsor? Sinqerisht, duhet ta filloj shumë anus, që fal atij kryetarit bashkisë, atij zotërisë që po bën maksimumin për luftëtarin, për të gjetur sponsora, për të gjetur çdo lloj gjëje që luftëtarin ta mbajnë në ato nivele ku e ngritëm, është një sakrificë shumë e madhe. Edhe besoj se do ja dali, siç e ka dalë gjithmonë. Ne pjesën tonë e bëm duke çuar luftarin e të parën. Tani duhet mbajtur. Kjo është pjesa më e vështirë. Ma pyeta se pëlqeu ajo. Kombëtarja që tjetë aty brenda Delvina, ç'a prodhon? Pranvera, Primavera, Delvina, Sarandat mblidhen gjithë Gjirokastër. Luftëtari me rrugët tani është luftëtari me 2 fushat që po investon me një tapet artificial në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, ka një motive dhe preferon ta quaj veten si kombëtarja e Jugut, duke thithur elementet e rinj që t'i afrojmë në ekipin e luftëtarit. Aq më tepër që vetë filozofia e luftëtarit për këtë sezon është alternimi midis ekipit aktual të vjetshëm të grupit edhe me lojtarëve të rinj gjithmonë në moshë, duke promovuar dhe duke qenë një dritare e hapur për lojtarët e rinj që duan të shfaqen, duan që të dalin. Kur jetë kalendari, profesor? Kur jetë kalendari? Po besoj në fundi gushtit. Edhe fillon, fillim shtatorit fillon? Po. Ndeshjen e parë, je gati të presësh aty delegacionin e procesit? Patjetër me kënaqësi. Sara, Alesia, Ti thua për sponsor. Qa sponsor? Këtu s'është ligjis, për si të vinë sponsor gjithë? Dina ta, e pa imësonti ata. Gjirokastra kanë zirë biznesmen gjithë. Gjirokastra kanë zirë me Roxhë këtë sponsor. Manush, Po, ajna pak të ndritje. Bile do më ftosh jemi me gëzimin debat, do më thonë debat konstruktiv. Po, për qarë. Profesori thot që miku im, se kam, do më thonë, jemi miq që të ri, dhe thot që falenderojmë bashkinë, shumë mirë bën, por ajo që thot dhe Lorenci, patjetër, duhet ligji i sponsorizimeve. Nuk mundet bashkia me 100 halle sponsorizoj dhe për sportin. Dhe në fund fare, do të bëj një analizë thjesht edhe të trash. Po ky kryetar bashkie, kushdo qoftë, patjetër që do fusi nesër, do fusi informacion, do i thot trajnerit, do fusi informacion njërin që ka më shumë vota, apo do fuzësh një tjetër që e meriton me lutë formacion. Ja, Manush, është pak problematike, ishim para zgjedhjeve, ishim 0-0. Edhe vetëm, më thënë, nëse ka merit ai sukses vetëm mos do. Ai do të ftojë skuadra. Atëherë bëjmë gjë, e mbyllim pjesën e tretë, pak formulë dhe pak videot e kostës. Kemi? Je gati Alesia? Po, Ku pret jati? Ka zëra që ka ardhur një makinë e madhe me jat nga mbrapa, presin Alesin direkt jat me shumë milion. Jemi në limite, vetëm për plasje, se ajo në ngelimën. Blendi, s'ke qa thua. Fakt ishte zauruse. Kështu që po vetëm për plasja që beri dhe zbukuroj pa kampionatin, sepse çudia për plasën 2 pilotë të një skuderie, të McLarenit, dhe u afrua Verstappen në vend tret dhe fitoi dhe Mercedesi. Tani është gara më e fortë sepse janë vetëm 20 pikë. Ferrari po diskutohet që është larg komplet, dhe më bëri dhe një përshtypje një deklarate ish drejtori të Ferrarit që tha që e thumboj Hamiltoni që tha shiko çdo gjë është me moshë tha. Nuk duhet ta kishim marrë Hamiltonin 40 vjeç të Ferrari. Ai është problemi. Çfarë mesazhi të erdhi të fundit shpejt? Jo, s'merdi. A ke 2 orë që këtë përgjigje, ç'a ishte? Jo, kam thjesht dali tezës më shkruan se është fansi i madh i Andililës, po. Seriozisht? Po, më thotë që ka qenë i vogël, edhe ka parë ndeshjen që ke pas bërë në 2015-ën me ma kujto se ai e ka parë se kam parë. Me Interin, ka bërë gol tek Inter. Edhe ka qenë shumë i lumtur se ky ka bërë shqiptarin dhe ka thënë ma shqiptar. Serio? Po, edhe ka goxha. Është Itali. Kosta, videon e parë dedikim direkt Loredanës. Ora e kam Lorida. Lorida Dana. Ma hangre, ma frute. Jepi, Kosta. Videon e parë, ku e ke, qa ke? Është një kosh kështu improvizuar futbolli, që losin... është kështu, do thënë, video në lidhje me pasionin për sportin, edhe e kanë shpik të nga një ark, do më thënë, a është loja me përhapur në Itali. Calcio Balile, më shumë. Me kanë bërë me kapzabon, ishimi se kapzabon. Mi lutë kundra bashkë. është me kushte, vazhdo. Tjetër, Kosta. Ti ke që mjeshtë. Kjo video tjetër është
Video që godet me top pansorin, kjo Futboll femra, shku dhe qota jo, ajtë mere vesh. Kam luajt edhe unë futboll. Është mbrojtësa Kam jo. luajt edhe unë futboll në shkolla. Po ti si kjo? Kam frikon, mon. Që ka dash me bërë? Kam frikon. Jepi kosta tjetër. Që dash me Ta largonde, ta largonde. Me këtë video në përshëndes lojnë, bën një super kosh kjo ja. Si është kjo? Po. Sa të rrës dhe në sotë. Tani kemi prap këtë dhe thënë me gjatë provave, bëjnë kështu. Ka këto video të... Ajo ja mu. Do të fusin gjithë topin. Që ka prishur. Na, bravo Kosta, kjo që super. Edhe e vështirë. Edhe është shumë e vështirë. Në i fundet ishte e sulmusi. Kemi një video tjetër, Sa përpjekje kishim, po? që përplaset me... Rëzohet aty ke reklama. Nuk ma do të frena, do më thënë. Është një kështu... Duket i letë futbollit i Jo, Kosta. ai më mirë që ka rënë ashtu se. Mund të kishte rënë ma keq. Ka ndosë vazhdoj, pesë pa. futbolistët janë rëzu me... Dhe kemi një video nostalgjike të Maradonës të shi. Që ka los basketbol. Maradona basketbol, Gzimo, kjo është tamam kjo, shive që kemë vëndi. Se ke parë ku luante padel para 40 vjetëve. Po padel që Ore, mos luante janë me inteligencë artificiale këto. para 40 vjetëve. Kishte një video të këtij. Super video. Sa është padri, sa ka? Po pëlqen Kosta kur bëhesh nostalgjik. Jo. Ishte gjithçka. Mundohemi t'i përfshim Ja sa të mbar me turistët e tu. Ishte gjithçka, faleminderit gjithëve, Alesia Kujta për njerëzit. Tjetër ne do të shihemi sërish të hënën e ardhshme, natë e mirë gjithëve.